Përshëndetje të nderuar. Sot do të flas për rrezikun e madh I cili është duke I trokitur në dyer Evropës. Dje e kam përcjell me vëmendje deklaratën apo paraqitjen e Vladimir Putin në Sochi. Paraqitje afër 4 orë, që ka prek të gjitha segmentet e situatës së përgjithshme sot në botë, por edhe qasjet e Rusisë, ambicjet e Rusisë e herher tërthoraze edhe shqetësimet e Rusisë. E kam përcjell me vëmendje duke mbajt shënime, sepse që në fillim e kuptova se kemi të bëjmë me një paraqitje vërtet sikur termeti para shpërthimit të ndonjë vulkani. Ajo që kam arrit të kuptoj në ato 4 orë të fjalimit të tij, unë jam munduar të skicoj në 10 pika kryesore. Shkurtimisht do t'i përmendi dhe pasi t'i përfundoj këto, do të bëj analizën time të gjendjes së përgjithshme në Evropë, të situatës para një lufte të rrezikshme midis NATO-s dhe Rusisë, si dhe do të mundohem që bazuar edhe në këto që I kam dëgjuar dje prej Putin, edhe në leximin që ja kam bërë situatës, këta kohëve, mos them muajve të fundit, ta ndaj me ju përshtypjen time apo qëndrimin tim, mendimin tim, besimin tim në lidhje me atë se çfarë është duke ndodhur në kontinentin e Evropës. Por para kësaj, po du me bo një paragraf, me javë thonë një disa fjali, për fat të keq, të hidhura me I thonë dhe me I dëgjuar, por që pasqyrojnë dhe manifestojnë realitetin e 100% të Evropës dhe të them të neve evropianëve. Çfarë dua të them? Sot Evropa është duke u përballë me ditët më të vështira të saj, ndoshta në 200 vjetët e fundit. Kjo përballje e Evropës nuk është e njëjtë sikur përballja e lindjes së mesme me luftra dhe shkatërrime, e as si përballja e ndonjë rajoni tjetër në botë, që kacafytet me varfrinë dhe me probleme sociale, nuk I përngjet asaj, por është duke u përballë me diçka ndoshta shumë më e dhimbshme për shpirtin e Evropës. Po përballet me një rënje drastike të dhimbshme të Evropës nga drasat e teatrit të historisë. Evropa sot është ndruar në diçka shumë normale, thuajse si çdo rajon tjetër I botës. Pasi dikur ishte fenar I botës në shumë çka. Ishte epicendra e botës, edhe harta gjeografike, të cilat I kemi pasë, I kemi mësu në për shkolla dhe I shohim gjithandej, në këto harta e keni pa se Evropa gjithmonë paraqitet si qendër e botës. Do me thonë, edhe në gjeografi ka ekzistuar një eurocentrizëm I skajshëm e lemo në rrafshet të tjera të jetës. Po sot, si është situata, Evropa sot është thuajse njëjtë sikur Brazile, njëjtë sikur Tazam, Afrika e Jugut, pastaj si India, njëjtë gati edhe Turqia I është ofruar, e lemë të krahasohet me Kinën apo me Rusin. Edhe diçka të shtoj, edhe një fjali t'ja shtoj këti paragrafi, Evropës sot po I rrembi kokë dhe në shpirtin e saj frika
nga ndonjë luftë e mundshme me Rusin, sikur frika e zojve të pulës, mbi të cilët qëndron dhe fluturon një orl. Në këtë gjendje ka ra Evropa. Nejse, paraqitja e fundit, tash, po I kthehem temës, paraqitja e fundit e Vladimir Putinit në Valdaj të Soqit, edhe më shumë e qartësoi situatën dhe frikën evropiane, por edhe rrezikun e mundshëm, rrezikun potencial të qëndrueshëm nga perspektiva e Evropës që po vije nga Rusia. Rusia është përgatitur që nga koha e pas rënjes së Bashkimit Sovjetik, që e nënshkruan Gorbaçovi shpërbërjen e Bashkimit Sovjetik, duke kaluar në përkohë krizash të Jelcinit e deri sot, Rusia është përgatitur që të pushtoj rajone të Evropës pa I boe qerpiku I synit fort. Shikuan nga perspektiva evropiane dhe nga perspektiva jon e imja personale, po si Evropa, si Shëbaja, si vendet e tjera kanë të drejt me u frikësuar, apo me e mbajt të rezervuar të drejten e një shqetësimi serioz që po vije nga pozita dhe fuqia e Rusisë tanishme. Ky qëndrim, këto fjalë që po I them sot, nuk janë vetëm ato që I kuptova nga ky Putini, por janë edhe lexime të politikave dhe të situatave të muajve të fundit në Evropë dhe në lindjen e mesme. Kthyer të fjalimit, të deklaratat, të paraqitja e Putinit, ata të cilët e kam pa, do të pajtohen me mu, fliste si një bos I vërtet. Ka njerë bënd të hajgare me Evropën, her në atë stilin e ti sarkazmik, me një të qeshur ironik. Disa herë na tha neve evropianve, mos u tutni. Qka po tutni ka shumë? Mosni se tuta ju bën zarar. Thjesht fliste sikur të ishte Trumpi kur po flet ka njëherë për lindjen e mesme dhe për rajone të tjera. E jo si që ka fol deri vonë, si nga pozitat të barabarta I kemi pa deklaratat, komunikimet, qëndrimet, pastaj kërcënimet e dyanshme, evropiane dhe ruse. Për fat të keq, kjo është situatë evidente sot. Në këtë video, pra, do këtë përmenda në fillim të videos, unë shkurtimisht po I përmendi që ato 10 pika që kam mujt me I identifiku, 10 pika të cilat fokusohen kryesisht në NATO-n, Shëban, Ukrajinën, ku edhe foli gjatë mbi, apo rreth, apo për armët me rrezet të gjata, që jipte të kuptohet se armatosja deri në fyt dhe mbushja e Kaliningradit deri në fyt me armë bërthamore dhe me raketa, me rreze të mesme dhe të gjata që mund të mbrin se cilën thellësi gjeografike të Evropës, nuk paskëshqen e rastësishme. Pasi ti bëj qëto pika, kthehem tek analiza e ime. Çfarë kam identifikuar? Një, Putin tha se nuk do ta sulmojmë NATO-n, por ne jemi në një luftë kundër të gjithëve në NATO. Në ndërkohë,
i quajti të pakuptimta frikrat se Rusia planifikon të sulmojë ndonjë vend të NATO-s apo ndonjë vend të Evropës perëndimore, duke alluduar në Gjermaninë, e Francën, e Britaninë dhe të ngjashme. Sipas Putin, në atë deklaratën e tij, paraqitjen e tij, narrativa e sulmit rus ndaj NATO-s është propagandë perëndimore. Megjithatë, tha se Rusia tashmë është duke u përballur me gjithë vendet e NATO-s, me NATO-n në përgjithësi, sidomos nëpërmes armatimeve, trajnimeve dhe futjen e inteligjencave të huaja që po i ndihmojnë dhe po i ofrojnë ndihmë Ukrainës në luftën e saj me Rusinë. Pika e dytë që ra në sy ishte ajo kur tha reagimi i shpejt ndaj çdo provokimi evropian, me të cilën fjali e paralajmëroi Evropën se nëse e militarizon edhe më tutje kufirin e saj me Rusinë, Rusia do të i përgjigjet menjëherë, por kësaj radhe si asnjëherë më parë dhe që nuk ka pa njerëzime. Fjalë kërcënime të Vladimir Putin. 3. Sipas Putinit, Tomahawkat për Ukrainën dënë të thotë ngritje e luftës dhe e rrezikut në një nivel të ri të eskalimit. Dërgimi i Tomahawkave amerikane në Ukrainë, sipas Putinit, e ngrit shkallën ose nivelin e konfliktit në një pozitë që dëmton natyrisht rënd marrëdhëniet amerikano-ruse dhe, tha tekstualisht, në ditët në vazhdim, nëse SBA-ja vazhdon me qëndrimet e saj, raportet marrëdhëniet amerikano-ruse do të kthehen në pikën 0. 4. Diçka që më ranë sy në fjalimin e tij ishte se e kishte prek fort në seder Rusin, ajo shaka me thonë, unë po them shaka se Trumpi nuk ka bo shaka, i qashtu eshe, kur e ka quajtur Rusin tigër prej letre, fort i kish djeg. Putini tha aty se nëse Rusia është paper tiger, pse atëherë NATO të i friksohet Rusis ka shumë dhe pse SBA-t të kërkojnë nga vendet evropiane, antare të NATO-s të armatosën deri në dhëmbë dhe pse SBA-ja dhe NATO po kërkojnë që në Poloni të vendosen raketat e NATO supersonike balistike që mund të arrijnë edhe cepin tjetër të Rusisë. Sipas Putinit, kjo fjalë e Trump është deklarat ose retorik për audiencë të brendshme, në një kohë kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sipas Vladimir Putin, janë duke u përballë me probleme serioze ekonomike e sidomos shoqërore sociale. 5. I përmendi edhe rastin apo problemin e dronëve rus në Evropë. E boni një talje të rënd, sikur i madhi me dvoglin, duke ju thënë evropianëve se Evropën e ka kapluar histeria antiruse, sikur një fëmijë i cili friksohet prej një bauçke, kimi thënë ne kur kimi qenë të vogël. Më pastaj, pika 6. Në raport me Trumpin,
kur foli për Trumpin, i dha dy mesazhe apo një mesazh të dyfisht. Paralajmërimi serioz edhe njëherë për Tomahawk që do ta eskalojnë situatën deri në atë pikë ku ma nuk ka kthim prapa dhe përgjegjës do të jetë Donald Trump, dhe dy, e sinjalizoi se marrëdhëniet e Rusis, si që kanë qenë të tendosura me SHBA-n përgjatë kohës së luftës së ftohtë, do t'i kthejnë të njëjtat në të njëjtin nivel edhe me Evropën. Dhe Evropa, më së paku që mund të gjej është se do të mërdhihet në dimrin që sapo hymë. 7. Për vrasjen e Charlie Kirk. Ai tha se ishte një mizori e neverishme, tekstualisht fjala e tij, por tha në të njëjtën kohë është argument i një qarjeje të thellë sociale, shoqërore, kulturore brenda SHBA-ve. Nga perspektiva ime, sa une përveç unë nuk jam strateg, nuk jam analist ushtarak, po ka njerë po përdori terme që sa për mujme i kuptue, po botën e një nga një prizmë tjetër, pak ma mirë se kjo. Përsa e kam kuptuar gjuhën e Rusit, e Kremlinit, e Vladimir Putinit, atë që mas shumëti do të dëshiron të Putini dhe Rusia është që shoqëria perëndimore të degradohet deri në atë pikë sa të mos ketë më fuqi elita politike dhe intelektuale ta rikthej për sëmbari shoqërinë perëndimore. Kur fletaj për problemet sociale, shoqërore dhe kulturore, sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka evidenca se çfarë po ndodh atje dhe çfarë po ndodh në përgjithësi në perëndim. Në një moment i dha disa shenja se e mbështet politikën e Donald Trump, ku i ka ndalë financimet e disa shoqërive civile, organizatave e organizmave si mbështetja për LGBT dhe të ngjashme, që deshke me thonën Putin, edhe thëjke haptas, se Amerika dhe perëndimi dal nga dal janë duke e marë për model shoqërinë ruse, sidomos në këto rrafshe morale. 9. Teksa e vlerësojke luftën në Ukrainë, në një moment, ai tha, duke e nënvizuar në thojza, se Rusia po lëviz përpara, po avancon sipas plan programi që e kemi pas dhe ndihet e sigurt nga çdo tendosje tjetër e mundshme në Ukrainë dhe në Evropë. Andaj edhe e minimizoi ndikimin e armëve të reja që mund t'i vinë Ukrainës. Sërish këtu në këtë pikë e përmendi se Rusia ka armë të mjaftueshme dhe të përshtatshme t'i përgjigjen edhe një herë më rënd se sa çfarë do arme që perëndimi dhe Shtetet e Bashkuara Amerikës, sidomos SHBA-ja, i sjell në Ukrainë. Dhe pika e 10, të cilën e kam identifikuar miq të respektuar, është ekonomia dhe partneritetet e Rusisë me botën. Dha me një farë mburje teksa fliste, e shikon të kamerën dhe të pranishmit për para aty, ku tha se Rusia fal punës së palodhshme,
të popullit rus e të elitave politike dhe intelektuale ruse ka arrit që të çlirohet nga zgjedha perëndimore. Në ndërkohë, duke potencuar nevojën e bashkëpunimit të Rusisë me vende të tjera të botës, tha tekstualisht, sërish po them, se Rusia tani më i është kthyer tërësisht Azisë. Nëse mbetet diçka mango nga raportet e reja me Azin, atëherë do të flasim edhe me Evropën dhe perëndimin në përgjithësi. Një qasje të cilën në fakt unë mos ta me kam paralajmëru. E kam thonë më shumë se një herë se bota në fakt është duke shkuar nga një ndarje, nga një sistem i ri global, multipolariteti. Deri me përfundimin e luftës së ftohtë dhe me rënien e Bashkimit Sovjetik, ka qenë sistemi global bipolar, dy fuqie kanë udhëheq botën, megjithëse që organizmat ndërkombëtar, FMN-ja, Banka Botërore, Plani Marshall dhe Vuci e të tjera, kanë qenë ide dhe imponime të botës perëndimore, megjithatë Bashkimi Sovjetik është konsideruar se e ka gjysmën tjetër të botës nën kontrollin e saj. Sidomos duke imponuar dhe e eksportuar komunizmin, ku ja pat afrue Kubën në kufit, në ujrat, gati në ujrat e Amerikës atje në Karaibe, dhe ju kujtohet ajo lufta e Hrushqovit, lufta e tmerrshme vitit 1963, nëse nuk gabohem. Nuk jam gjithmonë i mirë në mbamendje të datave dhe shifrave. Sa vije koha që i ipet ultimatum Hrushqovit Rusisë, nëse brenda 24 ore nuk i kthen armët bërthamore, raketat bërthamore këndej, do ta bëjmë rafsh me tokë Moskën dhe qytetet tjera të Rusisë. Dhe falë Zotit, tërhiqet Rusia. Pra, megjithëse që perëndimi ka qenë më i zhvilluar, edhe u pa pas shpërbërjes së bllokut socialist, Rusia nëpërmes socializmit, nëpërmes lëvizjeve të ndryshme, ka mbajtur nën kontroll dhe raporte shumë ngushta me shumë pjesë të botës. Me lindje, gjysma e lindjes së mesme ka qenë e Rusisë, e Bashkimit Sovjetik. Bile shtetet e pasura me naftë si Irani, pastaj Algjeria, herandej herkëndej, pastaj Egjipti në kohën e Xhemal Abdul Nasserit, pastaj Siria këndej, Iraku një kohë, Irani më pastaj, po ja mor prej nërsjetllës Amerika Iranin, dhe vendet të tjera, Jemeni e kështu, kanë qenë nën rrezen e ndikimit të Bashkimit Sovjetik 100%. Me që e përmena Xhemal Abdul Nasserin, një informacion jashtë temës, po interesant dhe i dhim shumë, për budallakin ton i dhim shumë, për shkak të budallakisë ton. Shok e shoqe, deri para Xhemal Abdul Nasserit, për 178 vjet Egjiptin e kanë sunduar shqiptarët. Po, Mehmet Ali Pash Kavala ka shku si general i sultanit në Egjipt. Po pas një kohë prishen. Në qëtë kohë kur po prisheshin, vetëm dërgimi i Ibrahim Pashës, djali Mehmet Ali Pashës, në Khalij, në vendet arabe, në Arabin Saudite dhe atë pjesë në Sirie, për të shtyp lëvizjet vehabiste, ka qenë përgjigjja miqësore e Egjiptit shqiptar ndaj kërkesave të portës së lartë. Për ndryshe kanë qenë të tendosura dhe një ditë i thëtë sultanit se unë jam sultan i këtij vendi. Shqiptarët më pastaj me kohën e Ibrahim Pashës, e Ismail Pashës, e të tjerë deri te Faruki, kanë qenë popull i veçantë.
mos thëmë si hebrej tash në synin e Amerikës. Shqiptarët në Egjipt kanë qenën, që shtojnë kratë, bogi batina. Jenë vesh me teshat bardha, sidomos gjatë mujit të Ramazanit, me fustana me teshat të bardha, asisoj që të dalohen se këta janë njerëz prej gjakut të mbretit Faruk. Dhe Gjemal Abdel Naseri, lëvizja nacionaliste egjiptiane, sa kanë gisht të tjerët aty, Turkia apo vendet perëndimore me erzue dinastin shqiptare, këto nuk e di, nuk unë paskara me lezue. Por Gjemal Abdel Naseri është një prej, mos them armiqve, po një prej njerëzve që më së shumti i ka dëmtuar shqiptarët dhe imazhin e tyre në botë, në 1000 vjetët e fundit. Mbesoni, mos them ju betohem. Ka punue shumë në vendet arabe me i diskreditue shqiptarët. Arnautët më pastaj të Siris, të eshtije Hafez el Asadin, pastaj në Yemen ka pas shumë shqiptar, pastaj në Iran ka pas shqiptar, pastaj në Irak ka pas shqiptar, pastaj në vendet e tjera në Siri e përmendam duket ka pas shqiptar, shqiptarët njerëz të mbretit Faruk kanë qenë të përhapën. Dhe ironia, paaftësia, ose të qenurit viktim e ideologjisë komuniste serboslave. Kur po thom ka njerë islamofobët janë i shërbejnë interesave serboslave. Sepse po kjo mendesi islamofobe nuk ka lejuar kur, nuk ka lejuar. Do me thonë, nuk e ka pa të arsyeshme që të flet për shqiptarët e lindjes së mesme, e as për shqiptarët e Turqisë. Viteve të fundit kanë fillue. Fal Allahut, falënderime i qoftë atij, i cili më ka udhëzue që hiç më pak se 15 vjet, mos them që 20 vjet, unë e mbaj gjallë informimin shqiptar në lidhje me Turqinë dhe lindjen e mesme. Nuk kanë qenë krejt sa për ata lindjen e mesme, jo. Një prej, edhe e kam përmend më shumë se një prej synimeve të mia ka qenë informimi i drejt dhe tregimi i realitetit se lindja e mesme u takon shqiptarve sa u takon francezve, sa u takon anglezve, sa u takon amerikanve. Tjetër është që ne s'kemi kaçik, tjetër është që ne as si subkontraktor nuk kemi mujt me marrë pjesë në rindërtimin e shteteve të lindjes e mesme pas luftrave që i kanë bë. Rall në i subkontraktor. As kemi dit, nështë as kemi pas. Politika jonë e që mendun antishqiptare, kryesisht antishqiptare, në përmes islamofobis, e ka shkput si me skalper, si me gërshan, lidhjen e shqiptarve, lidhjen historike. E ka hedhë në nhije, e ka mbyllë në maklapët e plohnosën të historisë, rolin e shqiptarve në lindjen e mesme dhe në Turqi. Dhe kjo i ka ndihmu natyrisht edhe politika sërbe e Josip Broz Titos. Turqia, në përmes që ty në islamofobëve të ish Jugoslavisë, e deri në ditët e sotshme, Turqinë gjithmonë e kam pa si diçka, valla na ka pushtu, na ka bo, kjo u kon politikë sërbe, bre. Kjo u kon politikë e Josip Broz Titos. Shqiptarët, sepse e ka ditë se 5 milion shqiptar, a 3, a 2, a 7, s'po di, mos manipuloj edhe une. S'ka shifrat sakta, janë manipulime. Po hajde po thome 5 milion shqiptar. 5 milion shqiptar, sa 2 Kosova e gjys, sa 3 Kosova, popull shqiptar kanë në Turqi. Qysh milion shqiptar të ish Jugosllavisë, e aj Enver Hoxha atje, socialisti, komunisti, qysh me ilan me majt lidhje se ata shqiptar atje janë musliman e falin namazin dhe për na prishin neve komoditetin dhe rahatin me Hrushqovin e me Stalinin e me Brezhnjevin e me Jelcinin e me ato, për na prishin me Rusin dhe me botë. Sigur sot që islamofobët e përdorin në mënyrë hipokrite dhe neverice këtë animin ka perëndimi se që këta shqiptar, musliman, Evropa e krishter dhe sene. Gjithmonë është përdor kjo. Dua të them, miq, se Gjemal Abdel Naseri pra është një prej njerëzve i cili më së shumti e ka damkos, e ka dëmtue qenjen shqiptare si tërsi shqiptare. Jo të na këto. Kur e rëzon mbretin Faruk,
Unë kam qenë të 10-at e 90-at atje në Egjipt. I kam pa ato teqet, ato gjamit shqiptare, ato qendrat shqiptare, ato pallatet, Munteza. Pallati Munteza në Aleksandri është sikur me thonë Pallati Elize në Paris. Do të thonë diçka e madhreshme. Ajo ka qenë mbretit Faruk. Ato vish shqiptarët kanë mujt me hinje. Gjurmet shqiptare, Gjemal Abdel Naseri i zhduk thuajse të rinja. U takoj shumë me shqiptarë të mbetur atje, gjaçerimi ai tjetër na tregonin se kur ka ardhur Tita me vizitue Egjiptin, këj shqiptarët paraprakisht i kanë futën në burgje shtëpiake, ose i kanë dërguar në mbajtje derisa Tito të largohet prej Egjiptit. Tito e Nehru e Naseri që e bojnë atë paktin e të pa inkuadruarve jashtë paktit të Varshavës dhe paktit të NATO-s, informacion për më të rinjt në moshë që nuk e kanë mrije atë kohë. Nejse, që këtë Gjemal Abdel Nasser pra e dëmton shqiptarien, e dëmton qenjen shqiptare, ishte shtetet e tjera kundër shqiptarve dhe rënon çdo ndërtesë dhe kult dhe gjurmë shqiptare në lindjen e mesme. Hakmarrje patologjike kundër shqiptarve. Fal raporteve të Egjiptit me Jugoslavinë e Titos, na shqiptarët e Kosovës, e të Maqedonisë, e të Malizi, kemi mujt me studiue atë botë në për universitetet e Egjiptit. Që në atë kohë kur kam studione, Egjipti ka qenë lerish thuj si Franca, Britania, apo Amerika e soqme, e Turqia për me studiu të huajt aty. Vish në Azharjen konën, shifër, po ju them zyrtare, shifër e sakt, 127 shtete, student prej 127 shteteve kanë studiue në Azhar atë botë. 600.000 studenta i ka pasën Azhari, prej tyne 90.000 kanë qenë të huj. Mas shumë t'i ka pas prej Indokines. Edhe Azhari atëherë, po se po, edhe meq, une po dëgjoj fjalë, po më shteni me folë ka një herë, jo vlaznia. Jo Azhari këni, jo vlazria muslimane, jo Egjipte, jo. Në më thëmë vëqë Saudia. O, zotni, Azhari, për nga vetë emni kuptohet lule, zehrë. Azhari është për një me fenar, është kandil i diturisë. Nga Azhari kanë lindur, kanë dalë kokat më gjeniale të ummetit islam. Ndër kokat më gjeniale. Kanë dalë nobelist, kanë dalë mjek, kanë dalë psikolog, kanë dalë Azhari kundër Azharit me fol, ose mabot me përdor terme denigruse, kishe kërkushi Azhari jo sisi aj, a jeni normal, a jeni në men. Azhari është themel i dijes, dituris dhe shkencave islame. Ka qenë që nga koha e themelimit vitin 900 dishka ndokët, e kam pasbo një video, deri sot. Çështjet ekonomike, problemet e sisi, aj tjetëri, por Azharin kur nuk kanë mujtën me e përdoren në politikë, për politikë ditore, sigur i kanë përdor universitetet tjera, apo si që përdoren universitetet Arabi Saudita, Sirisa, të vendeve tjera. Kur heq, Shejkhul Azharin kur shteti s'ka mujt me e emrue, e as me e shkarkue. Në Darul Waqf atje, në ministrin e vakfit, Darul Ifta, muftien e emran presidenti i shtetit, po jo Shejkhul Azharin, atë burë të madhë, tash që e kemi, shiqa me miliona njerëz i dalin në pritje kur shkon në për vendet të ndryshme të botës. Do të kisha dëshiruar shumë që një ditë Shejkhul Azharin taftoj Bashkësia Islame e Kosovës, ose e Maqedonisë, ose e Shqipnisë, e inshallah e pranon ftesën, e vje edhe i viziton trojet shqiptare dhe i she studentët e vet të diplomuarit e dikurshëm në Azhari Sharif. Azhari është Azhar në plot kuptimin e fjalës. Nga që ky Azhar kanë dalë shumë strateg, akademik, kanë dalën ushtarak shqiptar të cilët i kanë shërbye
perandoris, apo mbretëris, apo dinastis shqiptare atje. Në bibliotekat e Azharit unë kam pa studime serioze mbi rolin e shqiptarve në Xhamiatul Azhar, në Universitetin e Azharit në kohën e Melik Farukit. Dhe kur erzojnë Farukin, se dola pak pej temës, po e rëndësishme me u dëgjue, kur erzojnë Farukun, shqiptarin e madh Farukun, njeri shumë i afërt me mbretin Zog, letërkëmbimet e vizitat e kanë qenën të tejet të afërta, si sot Turqia të zami me Azerbejxhanin, ose Kosova me Shqipërien, të themi këto. Afërsia, me gjithë që po të ndosën ka njëre, për shkak të budalakive ditore. Raportet Kosovë-Shqipni të ndosën ka njëre. Shqiptari edhe këta e banë. Ej, nuk e kemi mirë, a i kryeministër kështu, ky kryeministër, a jeni normal bre, ej, o ju, të cilët po e bini punën në këtë gjendje, andej kufiri dhe këndej kufiri. A guxon ky term me u përdor kjo fjalin ndër shqiptarët. Nuk janë raportet e mira midis Kosovës dhe Shqipërisë. Janë të tendosura, ej, midis dy, ma shumë se vëllezërve që i bën një nan. Ma shumë se dy vëllezër që i bën, sepse rëndësia e bashkimit raporteve të mira mes Kosovës dhe Shqipërisë është jetike, bashkëjetike në plot kuptimin e fjalës. Për këtë arsye unë kam qenë gjithmonë kundër asaj kosovarizme. Unë nuk jam kundër të qenurit Kosovës shtet, inshallah 10 i bojmë, që të kemi ka qenë, por kundër kosovarizmit. Çfarë është kosovarizmi? Është lojë djallëzore, të cilën e përdorin disa tek ne, se e ndëlidhin me shtetin, me pavarësin, po që na kështu, që ajo është themeli i krijimit të një atmosfere që pas 3-40 vjetë me u bo sikur arabët e lindjes e mesme. Ata kanë qenë vllazën një shtet unik, shiqo si luftojnë mes vete. Ideja e kosovarizmit, promovimi që disa tek ne këto i shohim për dita për studiot televizive, teksa e promovojnë dhe lujnë me qytetarët e rëndëmt, me njerëz e rëndëmt, jo kombi kështu, jo kjo kështu, pralla, ide të kombi, po ma shpjegon kombin ti në shekullin 21. Në shekullin 21 për shpjegon shë është kombi. Sikur pas 1500 vjetë ma thëmë naiv, kolegët mi, na për xhamia e shpjegon që falet namazi. Qysh lidhen durt, shka me krosh, shka është kënej, shka është bidat. Ej, pas 1500 vjetë ne flasim tema të cilat janë mbyll në kohën e sahabeve be. I qelëm atë tema, për shka mjegullnoj me krijuar. Edhe kjo ideja e kosovarizmit është shumë e rrezikshme. Pra, Naseri i rëzën shqiptarët, kur vdes që ky Naser, naiviteti jonë, ndikimi i kulturës sërboslave, i islamofobis atëhere, i asti vllaznim bashkimi. Vllaznim bashkimi sot përkthehet si islamofobi. Islamofobia sot ka qenë vllaznim bashkimi i kohës së ish Jugosllavisë, ose vllaznim bashkimi i Shqipërisë me Rusinë, dikura pasaj budallakia edhe me Kinën dhe prishja me botën perëndimore. Jam prish me Britaninë, jam prish me Amerikën, jam prish me Gjermaninë. Ej, Shqipëria sa ka qenë një grosht vend, me u prish me Gjermani, nuk e dojmë këto, jo po dojmë na shkri, po dojmë na hupën. Nejse, në Kosovë, ne këto shqiptarët, në ish Jugosllavi, ka i shumë, të e këndue atë këngën e Hashim Shalës mdoket. O vdiq Naseri në Arabije, o i madh e i vogël me lot në syje. Këna e kaj për Naserin. Për ka? Për gjakatarin më të madh që e ka dëmtue qenjen shqiptare dhe historinë shqiptare. Po i kthena temës. Ekonomia dhe partneriteti që pika e 10 të cilën e kam identifikuar nga qëndrimi i deklarata e këti. Tha, s'kemi nevoj më për këta, për perëndimin,
Kur të kemi nevoj me blena i baskia, na i kolica, na i sen, vimina ju trokasëm në dyqan atje, por unë jam lidh me këto. Bile, e përmendi rastin e shtimin e importit gjigant të produkteve bujqësore dhe farmaceutike indiane. Me qindra miliarda dollar Evropa, e sidomos Gjermania dhe Britania, fitojnë nga shitja e barnave. Dhe Donald Trump, shëbaja, ju tha, cik, s'kedi me shit. Tu u mendue se Rusia po jetë pa ilaçe, po i desi njerës në për rrugën e për spitalin e munges të ilaçeve si në Gaza. Putini e përmeni se ne tani kemi raporte kështu, dhe si pas një statistike që e gjeta, pas që ti fjalimi, thash bashkë të këshyri pse foli me fjalë miradije, krekosje, ky import nga për produkte bujqësore dhe farmaceutike indiane, mdol se viti 2025 dhe 2026 do t'jetë që aty ofër 130 miliard dolar blerje nga India. Shqyqa sa pare ka up Gjermania dhe Britania e madhe. Evropa në përgjithësi nga ndërprerja apo nga embargo e naftas, e këtyne barnave dhe produkteve bujqësore. Dhe në fund të qësaj pike të 10, e përmendi këte duke e lidh me sankcionet perëndimore dhe natyrisht ridrejtimin tregtar të Rusis ka Azia. Nuk është pra e rastishme e as e pabesueshme një afërsi dhe një bilans tregtar i ndërsjell midis Turqisë dhe Rusisë viteve të fundit në shuma enorme. Miliarda, 10 miliarda dollar. A guxon Turqia në këtë situatë, meq, të shkëputet prej Rusisë? Çfarë do t'i ofroj Amerika? Apo edhe sa do të jetë Amerika e fortë me e detyrue Turqinë që të gjunjëzohet si një shtet 10-15 vjet ymër, a Turqit kanë edhe ekonomisët, edhe traditë shtetnore 2400 vjet, që 2400 vjet Turqit e Anadolit bojnë principata, dinasti, perandori, mbretëria, tërit e perandoria osmane. Qaj këmbë është, që ata njerëz janë, qaj ofrym është, qaj o kultur është, qaj Yunus Emre, nga që ato poezie, proza e të tjera janë frymëzuar, qaj gjak është, qaj gjen është. Pra, sa do të jetë kjo Amerika e fortë me detyruar një shtet si Turqia me u shkëput për atjet, dhe e dyta, a thua, çfarë i është premtuar Turqisë? Sa i është premtuar Turqisë kur është kërkuar prej saj, kur Trump i kërkoi, e shpjegova në një video, se prej shitblerjet me Rusinë, sidomos me gasin dhe me naftën. Natë mushë. Kur shkova apet, që shkom marakon e kurios kështu, kur shkova pek shyri punën e gazit të lëngshëm dhe gazit kështu, çmimet e gazit Amerikan ishin 3 herë më shtrejta se çmimet e gazit në Evropë, e 5 herë më shtrejta se gazit rus. A mund besoni? Mundi me e kyr vetë statistikat. Pra, edhe më shtrejt edhe bleje prej meje. Pra, afërsia e Rusisë me vendet e rajonit, me Indinë, me Kinën, me Japoninë, po Japonia është një farë mashe e Amerikës atje, si që është Turkia për do shtete që aty, si që është Izraeli ka, dhe si që po mundohet që ta bëj edhe Venezuelën një vend të vetin, në kuptim afërsie shëshnije, doslakije, në Amerikën Latine, si që e ka Argentinën, po mesap me Venezuela. Me gjithë se ja bombardoj do faraninje do farsene, nuk po arrin me e bohe prej kohës Chavezit e Maduros tashe kështë me radhë. Okej. Ku është problemi? Analiza jam tash, miq.
Ku është problemi thelbësor dhe kryesor dhe problemi më i madh tani që ka frikë se mund të nisë një luftë midis Evropës, NATO-s dhe SBA-ve dhe një luftë e tretë botërore, një luftë bërthamore. Është, hajtë mushi me ditë, ku ka problemi kryesor? Ukraina? Jo. Turqia? Jo. Siria? Jo. Polonia. E se qysh, bëni sabër në pak minuta, se kalun minutat t'ja shpjegoj. Rënjet e tensionit midis Rusisë dhe Polonisë datojnë gjatë prapa në historinë e këtyre dy kombeve. Këto probleme më pastaj kanë ndikuar edhe në politikat e këtyre dy vendeve që nga koha e parakrimit të carizmit rus dhe para rrëzimit të kësaj Polonisë si perandëri që ka qenë. Sa për informacionin tuaj, do kohë shumë më herët Suedia, para Germanikve, Suedia dhe Polonia kanë qenë dy superfuqit e asaj pjesë të Evropës dikura. Kjo tendosje dhe kjo gjendje e vjetër historikisht midis polakëve dhe rusëve edhe në ditët e sotshme ka reflektuar nga një perspektivë si zgjatim historik, por edhe për shkak të pozitës së Polonisë e sidomos raporteve të Polonisë me botën perëndimore pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik. Të gjitha këto elemente e plotësojnë qatë mozaikun që po e thamone, qatë, si pëthojnë këta fëmija kësaj lojës me i mush ato pikat, po, se kështë të thonë noodles, po e mushin mozaikun që e pasqyron armitsin polako-ruse. Polonia, që ishte poshtuar dikur nga sovjetikët, pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik, detyrimisht i bashkohet NATO-s dhe pranohet në Bashkimin Evropian. Varshava atëherë dhe sot beson se parandalimi i fort, parandalimi preventiva, parandalimi i fort është garancia më e madhe që tragedia të mos përsëritet për popullin polak. Polakt për me kanë hek shumë, kanë qenë perandori dhe sot janë ndër shtetet me zhvillimin më të hafshëm në botë. Kam kontaktu shumë herë, kam pas punë me polak, me mjeke, me të tjerë në Dubai, sa kam qenë ndë një tregtie, janë njerëz të sinqert, janë njerëz të pastërt, shumë të pastërt janë polakët, shumë miqësor, janë mikpretës, bën t'i besh shqiptar, dhe janë njerëz të cilët, nuk e kanë nivelin e gjermanëve në përparim, po janë njerëz të cilët vërtet punojnë. Unë kur në jetën time, përsa kam kontaktue 10 vjetë, gjasaj kohë, kur nuk kam has në një polak që kam ashtruhe. E nëse të njëjtën frazë e përdori për kinezët apo për indianët, unë personalisht kur nuk kam has një kinez apo një indian që nuk kam mashtruar. Shumica janë të tillë, po histori e kaluar. Rusia, më pastaj, zgjerimin e NATO-s drejt kufive lindor të Evropës që i bie me Rusin në përmes Polonisë e ka konsideruar si një kërcënim të drejt për drejt. Për te i kësaj, Rusia e sheh politiket Poloninë si armike pikërisht për shkak të vendodhjes ku është dhe për shkak të raportit të pa arsyeshëm nga perspektiva ruse të Polonisë me vendet e Evropës dhe sidomos me
bashkimin me këtë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tu i pa që të sene, kjo Rusia, trashëgimtarja e Bashkimit Sovjetik në 6 vitet e fundit, e sidomos me fillimin e luftës në Ukrainë, Kaliningradin e ka bo të erin shkek, të erin fyt me armë bërthamore dhe me qëto raketa që i përmenda. A ju e dini se Kaliningradi, për ata shka nuk e din, lejani, gjys minuti, për me shku e pej Rusi, Kaliningradi është toke e Rusis, konsiderohet toke e Rusis, po për me shku prej Rusis në Kaliningrad, nëse shkon pej Veriut, do të me shku e sefte në përmes kësaj Estonis, Latvis, Lituanis, pastaj me dal ka të Bregdeti, të Kaliningradi që është në kufi, midis Polonis dhe Lituanis, nalt atje të uje. Ose nëse do më shkurt, që shqipje puna, pa shku në Estoni, pak ma poshtë në Latvi, Lituani dhe me dalën pastaj ka në Kaliningrad. Për shka e runë Kaliningradin, Kaliningradi është qekiqi më i madh i Rusis mbi kokën e Evropës. Janë akomoduar raketa, janë thy të gjitha marrëveshjet. Zati Trumpi tha, s'ka më marrëveshjet kalume, nuk e një as një. Edhe Rusia po e bën njëjtë. Janë thyje të gjitha në nënshkrimet, janë qitë në bërlog, janë prish marrëveshjet se çfarë armë Rusia ka të drejtë të vendos në Kaliningrad. Ka quhe ato që me raketat e saj mund të godet çdo centimetër të Evropës. Kjo vendosje tani e sërishme e Polonis me Rusin paraqitet del në pas, sidomos pas luftës në Ukrainë, ku Polonia i jep mbështetje Ukrainës, si çdo vend tjetër i NATO-s, dhe ajo që i ka djeg fort Rusisë është pranimi i milionave refugjatëve ukrainas në Poloni. Po shkojnë atje si pas Rusëve, po marrin armatim, po marrin sene, po marrin pare, po ju bin luftarakve knej, thjesht diaspora ukrainase tani që është në Poloni, për Rusin e Putinit është një rrezik potencial. Dhe së fundmi, me rritjen e incidenteve provokuese me dron herë të Rusis e ndonjëherë edhe të Ukrainës, si dhe me raketa që janë lëshue, duke u deklaruar se janë bo gabime gjatë lëshimit të raketave, tani më në qarqet edhe më interne, diplomatike dhe ushtarake, e lemo mediatike dhe të ekspertve. E pse të mos jetë edhe të une, pra edhe une një prej atyre që merret me këtë çështje, është duke ushtruar pyetja, ama kësaj radhe shumë serioze. A është bota në prag të një përballjeje më të gjerë që mund të hapë derën për një luftë të tretë botërore? Këtë pyetje nuk janë të e thonën njerëz që kanë qef me bo video sa për klikime. Jo. Janë duke e thonë njerëz serios. Ekziston, miq, për me shku të lufta e tretë botërore, do të i kalohen disa kufi të cilat i kanë vendos Kombët e Bashkume dhe organizmat e tjerë ndërkombëtar. Është një kornizë ligjore ndërkombëtare që kufizon për kufizimin e forcës dhe përcakton legitimitetin e secilit vend. Si dhe e vendos një kornizë se kur konsiderohet atak, sulm, luftë e hapur, shpallje e luftës dhe të ngjashme. Neni i 2 i Kombeve të Bashkuara i kësaj kornize thot se të gjithë antarët e Kombeve të Bashkuara do të përmbahen në marrëdhëniet e tyre ndërkombëtare nga çdo kërcënim që ja bën tjetrit dhe nga çdo kërcënim që i vje prej tjetrit. Problemi thash nuk është neni 2 i kornizës së Kombeve të Bashkuara, që ndërlidhet me luftën e mundshme të tretë botërore, bërthamore kësaj radhe, por është një rrezik që po punon në tokë
dhe që po e përdorin fuqitë e mëdha, Rusia dhe të tjerët. Dhe ajo është emërtimi i konflikteve me terme të cilat në fakt nuk sankcionohen nga Kombët e Bashkuara. Për këtë arsye, përderisa kjo Rusia po bën luftë, lufta moderne është edhe lufta kibernetike, me dron dhe me ndonjë raket, me dron vëzhgues, përderisa po i bën këto, për t'i ik cilësimet se ka bërë atak mbi një vendfshi, Rusia, si e pa themin, më falni, sekretari i përhershëm i NATO-s tha se para do dite se masa e rrezikut të fillimit të një lufte nuk matet me shpalljen e saj, por me pasojat që dalin nga përdorimi i mjeteve të ndryshme në një konflikt të mundshëm. Pra edhe dërgimi i dronëve që është bërë mbi Polonin është konsideruar si atak mbi vendet cilin do vend të NATO-s. Dhe duke e parë këtë rrezik, qëndrimi përfundimtar i NATO-s, megjithëse që Donald Trump herë thot se neni i 5 nuk hin fuqi, mund të mos hin fuqi, unë nuk besoj kur se Trump është i atij niveli mos me kuptu rrezikun që mund t'i vi kësaj Amerikës nëse Evropa bie dhe gjunjëzohet para Rusisë. Nuk më mërmenja se nuk e ka këtë vizion. Kur e di jone këto prej Prishtinës, që nuk e di ai prej Washingtonit. Dëmtimi i Evropës, nënshtrimi i Evropës ndaj Rusisë është edhe një hap para i Rusisë drejt interesave të Washingtonit, apo folur geografikisht drejt Washingtonit. Nëse e shkel këtë Polonien, apo nëse e gjumëhaz këtë Danimarkën, Grenlanda është pronë e Danimarkës. Pse atëherë Danimarka të luftoj e të bëj poter edhe në BE edhe në Këshillin e Evropës e ka po shkojnë se nuk e japëm Grenlandën, nëse shkelet nga Rusia dhe këtë ja lejon Shtetet e Bashkuara të Amerikës Donald Trump, pse Danimarka të mos i thotë Rusisë që ku e kije merr edhe Grenlandën. Ose po ta jap Grenlandën po mos poter. E atëherë shkoti Amerikë me Rusi, liftoni atje për Grenlandën. Prandaj moshpallja e luftës zyrtare apo përparimet teknologjike, kibernetike, apo format e ndryshme të luftës hibride. Të gjitha këto deri më tani janë duke u provuar, janë duke u prek me maje të skalperit për të parë reagimin apo mos reagimin e njërës palë me tjetërën. Rusia kësaj radhe është duke e ma temperamentin e Evropës dhe temperamentin e NATO-s se sa janë serios nëse NATO e pushton. Përgatitjet përfundimtare të cilat i ka bo Rusia dhe të cilat i lexoj në deklaratën e tij të pardjeshme Putin, unë shoh se nëse nuk ndërhyjet, qoftë edhe me shkop, me naj frikë të madhe se djegët Moska, kësaj radhe Rusia shumë seriozisht e ka me i ra Evropës. Deri në një video të radhës, natën e mirë.